Të nderuar besimtar, motra dhe vëllezër shqiptar, ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur, paqja dhe shpëtimi i Perëndisë qofshin mbi ju kudo që jeni në tokë e shtrirë si djeti. Në pjesën e parë të kapitullit në lidhje me xhihadin ju fola për termin din. Pasi nuk mund ta kuptojmë termin xhihad pa e kuptuar se çfarë është din në Kur'an. Ndaj edhe në këtë paraqitje do të ndalem te termi din i Kuranit fisnik që ta pastrojmë një dilemë të madhe se din nuk është fe, por është kushtetutë, ndërsa kushtetuta lidhet me qytet dhe shtet, pasi ju kam thënë se Allahu nuk ka zbritur fe, por ka zbritur Kur'an. Përsa feja ashtu siç e kuptojmë ne, s'ka se është shpikje epokale klasës sunduese për t'i manipuluar njerëzit për çefin e tagut. Fjala din mendet 118 herë në 29 forma të ndryshme, siç e shihni në dritarën time. Rënja e fjalës din është dal, ja, nun. Nëse i marrim të gjitha ajetet ku përmendet 118 herë kjo rënja e fjalës në Kur'an, në asnjë prej tyre nuk na jep kuptimin se dal, ja, nun është fe. Ashtu siç e kuptojmë dhe si që kuptojnë sektarët e muslimanizmit në shqiptari që fejnë e shpikur të sultanit me 33 shartet e islamit e quajnë din. Deri para disa dekadave, këto 33 shartet e islamit i kemi quajtër 33 shartet e Turqnis, apo jo, apo mos jam gabim. Tjetër. Pas jellor argumente tjera nga Kurani, do ta përmendja ajetin 4. Maliki yawmiddin. Në Koranit, ati ku për herë të parë paraqitet fjala din që e shpjegova në pjesën e parë dhe ju tani e dini se fjala din është kushtetutë dhe jo fe. Fjalën din ajetin 4 të surës Al-Fatiha të gjithë e përkthejnë gjykim, sunduesi i ditës së gjykimit. Me përjashtim Taxhi Sherif Ahmeti që në klapa e ka futur përgjegjësisë shpërblimit siç po e shihni në dritarën time. Tani një pyetje e logjikshme. Si mund gjykimi të quhet fe? Apo nëse din që nga fe, që nuk e përkthejnë dhe nuk e ligjerojnë sot qili popët e sultanit sunduesin e ditës së fesë, por e përkthejnë dhe e ligjerojnë sunduesi i ditës së gjykimit. E sheni se ku fillon mashtrimi? Pra Allahu i gjithfuqishëm nuk ka zbritur fe, por ka zbritur Kur'anin, librin, prandaj në ajetin 9. Fillimit Kuranit në surën Al-Bakara, me një pas ajetit Alif, Lam, Mim, janë ajeti dhalika l-kitabu la rajba fi hudan lil muttaqin. Që libri që nuk ka kurfar dyshimi në ta, o dhe zem për të devotshmit e jo për secilin. Në xhenet do të futen vetëm të devotshmit e jo secili, që thot jam musliman, krishter, jahudi, ateist, budist e tjerë. Tjetër, grupi më i devijuar i sektit Sunni në Islam, Ikhwanul Muslimin, që ka manipuluar më shumtin e emër të Kuranit nga shekulli i kaluar për qëllime politike pan-islamike, fjalia e parë e sloganit të tyre është El-Quranu Dasturuna. Do të ndalem vetëm te fjalia e parë e këtij slogani, nuk ka nevojë me shku te fjali tjera. Kurani është desturi ju, që gjithashtu e ka kuptimin e kushtetutës, por që si fjalë. Përmendet askundi në librin e Allahut, në vend që të thuhet El Kur'anu Dinuna, ky grup i devijuar e përdor fjalën destur e jo din. Jo, ta dini, nuk është pa arsye për shkak se me fjalën din nuk mund të imponojnë traditën dhe kulturën e tyre pagane për të shkaktuar trazira, por me fjalën destur, jo vetëm trazira, por besimtarët e pa informuar të Islamit i fusin në luftë me konceptin e Kuranit dhe në luftë me Allahun e gjithfuqishëm. Grupi i Ikhwanul Muslimin, fjalën din, ka zavancuar me destur për shkak se në fjalinë e parë të ajetit 256 të surës Al-Bakara Allahu thot la ikraha fid din. Nuk ka dhunë në din, dërsa themeluesit dhe ndjekësit e këtij grupi
Manipulimin dhe dhunën I shohin si mjete për ta sënduar nesër botën me destur kushtetutën e tyre për qëllime politike. Ja jeti do t'i kthehem pak më shumë në videon atë. Ky grup Ikhwanul Muslimin ka shtrirje përmes celulave të tij në tërë botën të gjitha grupe tjera të radikalizmit të devijuar dhe larguar nga koncepti I Kuranit janë të dalura prej këtij grupi. Nuk ka trazira që ndodhin në botën e sotshme arabe dhe jo arabe që agjentët e këtij grupi nuk I lënë gjurmët e tyre të fitness dhe çdo herë kanë shkaktuar gjakderdhje në shtetet arabe dhe kanë qenë pengesa më e madhe për instalimin e demokracisë në ato shtete të botës. Pas rrëzimit të Morsit në Egjipt, grupet e sponsoruara nga Ikhwanul Muslimin nga shumica e shteteve të quajtura sot arabe janë shpallur si grupe terroriste. Për momentin vetëm Katari I përkrah ndërsa Turqia nuk është shtetara, por gjithashtu I përkrah këto grupe për qëllimet e saj politike. Njëjtë kështu mund të veprojnë edhe në Perëndim, për shkak se veprojnë sipas fetvas fleksibiliteti I profetit të tyre Yusuf Kardavi. Gjithashtu ky grup Ikhwanul Muslimin ka celulat e tij në Shkopë, Tetov, Prishtinë, Prizren, Tiranë. Shkollat ashtu quajtura islame në Prishtinë, Shkopë, tani edhe në Tiranë janë çerdhe të këtij indoktrinimi dhe në to nuk mësohet Kurani, por mësohen doktrinat ideologjike të vllazërisë muslimane dhe grupeve të dalura prej tyre që janë në kundërshtim të plot me librin e Allahut, Kuranin famlar dhe në luftë përhershme kundër vullnetit dhe caktimit të Zotit për shkak se kemi ajete që Zoti nuk e kërkon një gjë të tillë prej askujt. Vëmëndaritë e tyre I kamuflojnë me shoqata dhe forume rinore islam. Oni nuk një kategori rinore ku I manipulojnë të rinjët e të rejat shqiptar, por që deri më sot nuk ja kanë arritur qëllimit askundin në shqiptari. Me përjashtim, në Maqedoni sot I kanë dy parti dhe të dyjat janë me Ayatollah Zaevin. Adresa të gjitha trazirave të tyre është Bashkia Fetare Islame, që është një krijesë slave gjithashtu, por që shqiptarët qëndrojnë aty në betejë të vazhdueshme me këta qyla që boti kanë dalur prej dinit. Që do thotë kur folin për shqiptari, dine se e kanë me fetva të Yusuf Kardavit e jo që e kanë për një mend. Ndjekësit e këtyre I kanë ndjekur shqiptarët në Egjipt pas vitit 1952, kurse Hitleri Jahudit janë shoqëri sekrete që duan dominim politik njëjtë si Illuminati. Kanë kurfar lidhje me Kur'an, me moralin e Kur'anit, por e përdorin për agenda fashistoide në tërë botën ku ka besimtar të Islamit. Këta nuk thonë Islami është paqe, por thonë Islami është zgjidhje, el-Islam huwa el-hal, dhe zgjidhja është kultura dhe tradita e tyre pagane. Prandaj asnjëherë nuk kanë fituar askundi, sepse Allahu I gjithfuqishëm nuk përkrah ata që përgënjeshtrojnë e tij. Dërsa këta në sloganin e tyre të parë kanë devijuar fjalën din, e kanë bërë destur. Kur'anu desturuna. Në fjalën din nuk ka dhunë. Në fjalën destur jo dhunë, por ka bombë nukleare. Dhe hidrogenit në trurin e shpërlart njerëzve në rrugën e shejtanit që si utopi u imponohet besimtarëve të pa informuar me desturin kushtetutën e Ikhwanul Muslimin, ku Yusuf Kardavin dhe coftina tjera I kanë referenca sektorët e muslimanizmit për të dëmtuar interesat individuale dhe kolektive të shqiptarëve në gadishullin ilirik. Pra, të nderuar shqiptar, tani e keni pak më qartë se Allah nuk ka zbritur fe dhe se kjo feja që trumbetohet nga klerikët në emër të Zotit është mashtrim dhe shpike apo pale regjimeve që e përdorin sistemin e moqëm të Babilonisë për të sënduar dhe shfrytzuar njerëzit në favor të klasës sënduese. Lexojmë tani në detaje se si e ka përdorur Allah I gjithë dijshëm fjalën din në Kur'an. Spo. Aty ku përmendet 118 herë rënja e fjalës dal, ja, nun, din, është se 18 herë na jep kuptimin për qytet. Qytete siç I kam ngjyrosur me të kuqe. 15 herë el-Medineti dhe një herë el-Medinete, qytet në njerëz. Dërsa në shumës el-Medain 3 herë. Dërsa aty ku I kam gjërosur me të katër, përmendën nga një herë si
le medinune dhe medinine. Që na informon Zoti se kjo fjalë din ka të bëjë me përgjithësi shpërblim në ditën e gjykimit. Le të lexojmë ajetin 53 të surës As-Saf. Idha mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamedinun. Pasi të vdesim dhe të shndrohemi në pluhur dhe eshtra të kalbur, do të thirremi për të shpërbyer. Këtë ajet rënja e fjalës dal janun si medinun ka ardhur me lam që quhet lamët takid maftuh. Por pohem dhe i hapur që vërteton se do të shpërblemi në botën tjetër për shkak se ajetet e surës As-Safat nga 14 dhe deri në ajetin 60 po na japin copa informacioni se si do të cilën xhenetlit. Si do të pyesin njëri tjetrin për miqdostat e tyre që kanë përfunduar në xehim, zjarr xhenemit. Dërsa në ajetin 86 të surës Al-Waqi'a na qartësohet gjithçka në lidhje me rënën e fjalës dalja nun, falaula in kuntum ghayra madinin. Përse mendoni se ju nuk jeni përgjegjës? Ghayra madinin. Kur e lexoj këtë ajet, nuk mundem të mos u arikujtoj ajetet në këtë sure për ajetit 77 aty ku Zoti na informon se çfarë është Kurani, kush mund të ketë çështje në Kur'an, kush janë ata që ushqehen në emër Kuranit, me germat e Kuranit i ushqejnë zorët e tyre dhe zavendësojnë hadithin e Kuranit me qilat Bagdadit, që kam lexuar në video dokumentarin Ajamin. Innehu la Kur'anun Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ستعرض كيا është fakt se nuk është lehtë, sidomos nuk është lehtë sot në kohën e rrjeteve sociale, informacioneve të ndryshme, ku nëse kënd bombardohesh me 100 vërteta nga zëdhënësit e bijve të Dexhallit. Pra, para ajetit felaula in kuntum ghayra madinin, pse mendoni se ju nuk jeni përgjegjës, ghayra madinin kemi ajetin wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ne jemi afër të shpirtit juaj, por ju nuk e shihni. Ka kjo që paraqit. Tani s'ka dyshim se ne jemi të mbikëqyrur jo vetëm për dukjet tona, veprimet e jashtme, por edhe për brendësinë e ndërgjegjës. Do të japim llogari për mendimet tona, dëshirat apo pasionet që nuk i shfaqim. Pra, kjo mbikëqyrje është për shkak se morëm amanet në botën e azelit amshueshmërisë, ndaj kemi përgjegjësi, nuk kemi kod, ndërsa përgjegjësitë e këtij amaneti shpërblehen te pronari i vërtet i ditës së kushtetutës së vërtetë. Që në surën Al-Anfal informohemi në detaje se si mbikëqyremi në kushtetutën e Perëndis. Kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tani, ta që quajmë atë që këshin orë, da që diçka tjetër si që kanë filluar ta quajnë disa në perëndim, është irrelevante e parancishme për një besimtar që është mirë një ahas për saktimin dhe vullnetin e Zotit, se është aty ku është në tokë. Ku përpiqet të jetë me ndërgjegje të pastër dhe kërkon talentin, misionin që ka caktuar Zoti në jetën e sprovave jetësore në dynjë. Nuk ka njeri pa një talent, pa një mision që ka caktuar Zoti, por është fakt se shumica ikin nga kjo dynjë pa zbuluar talentin, misionin e tyre që ka caktuar Zoti. Ata që e kërkojnë talentin s'ka dyshim se Zoti u jep si sprovë, për tyre ka që e përdorin për mirë në shërbim të njerëzimit, po shumë që e përdorin për keq për të luajtur rolin e Zotit para njerëzve. Kur jemi të përgjithësit, mund të më thotë ndonjë se mollhesh një qytet, një shtet, nuk është amanet, nuk është përgjithësi dhe qytetarët nuk kanë përgjithësi dhe obligime në qytet dhe shtet. Mund të më thotë ndonjë se qyteti i shtetit drejtohet pa një rregull, pa një kushtetutë dhe ligje tjera që dalin nga ajo kushtetutë. Tani,
Ne po ballafaqohemi me diçka që quhet pandemime për mosa botërore, ku teoritë konspirative janë përhapur gjithandej në rrjetet sociale se një grup i vogël njerëzish që kontrollojnë shumicën ndërmuese të qeverive të shteteve të botës duan të luajnë rolin e Zotit në tokë. Na flasin për vaksina, duan përmes mikroçipave të na kontrollojnë që disa këto mikroçipa nanoteknologji i lidhen me profecitë biblike, me damkën, bishën e tjerë. Ta vetëm po e prishin mizanin, ekuilibrin, ku do të mundohen të na mbjellin frikën për distancim social që antenat e tyre të jenë funksionale për survijim, sidomos në qytetet mëdha. Planet e tyre do të dështojnë, s'ka dyshim, njëtë siç dështuan planet e këtilla në kohën e Hazreti Nuhut dhe të Faraonit në kohën e Hazreti Musaut, por ne vetëm duhet bëjmë një pyetje se me çfarë çmimi. Kjo ku jemi sot nuk ka filluar dje, nuk ka filluar në Wuhan, Kinës, si është e mundur COVID-19 të sulmoj Wuhanin dhe jo Shangajin apo qytetet e tjera në Kinë, që në distancë ajrore në krahasim me New Yorkun, Britaninë, Italinë, Spanjën apo Brazilin e disa shtete tjera në Evropë janë shumë afër si për mua me shku nga Shkupi në Tiranë. Gjithashtu kjo nuk ka filluar as me filmat e NASA-s në Hollywood, duke drejtuar makinat në plazmën e henës, ku popat tonë helecën drejt e besojnë duke e blasfemuar Kuranin. Nuk ka filluar as me gripin spanjoll të vitit 1918, por ka filluar në ditën kur u hap Konstantinopolia, më saktësisht ne jetojmë në epokën e mashtrimeve prej vitit 1453, dërsa 20 vjet më vonë, në vitin 1473 ka lindër profeti i popave tonë heliocentrik, se toka sillet rreth diellit Nikola Kopernikus. Pra, të nderuar motra vëllezër, ne jetojmë dikun pak para fundit shpërtimeve të mëdha, që janë rezultat i mendjeve në hava, që po mendoj se toka është punë e tyre dhe jo e Zotit, që mund të bëjnë çfarë do dhe të shkelin kushtetutën e Perëndis, ku mbështetet çdo kushtetutë e shteteve sovrane dhe thuaj se të gjitha thirrën në Zot me përjashtim të kushtetutës së Kinës. Nuk besoj se ka ndonjë të krisur të thotë se qiejt, toka, nata, dita, dielli dhe hana nuk i nënshtrojnë kushtetutës së Perëndisë, sikurse nuk ka të krisur që do të thotë se një kushtetutë e shtetit në emër të sovranitetit të popullit të së drejtës së qytetarëve nuk na detyron të nënshtrohemi për të mirën e përgjithshme. Të nderuar besimtarë, unë këtu e ndërpres video të komentarin në lidhje me fjalën din dhe vazhdojmë përsëri me fjalën din në ditët në vijim. Të shohim ajetet nga brendësia e Kuranit që ta plotësoj me informacione kapitullin playlist Gjihadi sipas Kuranit famlar, pa dogma dhe klishe të kanalin im në YouTube. Jam thellë i bindur se ju këto informacione i dëgjoni për herë të parë në shqiptari, gjë që e di se do të jetë shumë vështirë për ju ta pranoni si keni qenë dhe kam qenë i programuar në programet e kallopit të fesë të Bagdadit. Me nostalgji për haremet e sultanit. Jo, mi kesh në të njohë, por nëse vazhdojmë kështu me ta klerik të muslimanizmit në prikpytje vendojmë të ardhmë në botën tjetër në ahiret infinit, pasi që ta klerik që shesin moral të rrenjshëm me simbolet e rovrisë, shumica atyre janë kodosh, dhe dirigjohen nga shejtani që quhet Deep State dhe jo Zot. Rreni pra në kanalin tim, ta mësoni të vërtetën të cilën nuk pa thonë ata që ndrojnë lugatin e vdekur të Bosforit dhe duan që marrin me veti në xhehenem. Pra, si në fillim ashtu edhe në fund selam paqe kudo që po merrni frym në tokën e shtrirësit jepi dhe